Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Jezusi erdhi të zbulojë Atin. Po kush është Ati? Ai është Zoti i Biblës, Ati i Biblës. Ai është Zoti sovran i këtij universi. Gjë që do thotë se është në kontroll të plotë të çdo gjëje. Të dashur miq, përshëndetje. Fillojmë edhe për sot programin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Bashkë me një popullsi të panumër të botës vjen edhe një varieté e pafund mendimesh në lidhje me natyrën e Zotit. Por është shumë e rëndësishme të dimë se çfarë thot Shkrimi për Zotin. Ndoshta ti nuk je plotësisht i sigurt se si ta përshkruar Zotin e Biblës, ose ndoshta ke mbetur pa gojë kur të tjerët kanë sfiduar besimin tënd. Nëse është kështu, qëndroni me ne sot. Ndërkohë që Dr. Stanley vazhdon të shpjegojë rëndësinë e njohjes së asaj që beson. Dëgjoni me vëmendje ndërkohë që programi i sotëm na jep modelin e asaj që besojmë. Dëgjim të këndshëm të gjithëve. A ka rëndësi ajo çfarë beson ti? Sigurisht që po, sepse ndikon çdo fushë të jetës tonë. Shumë njerëz e dinë se çfarë besojnë, por problemi është që shpesh e kanë të vështirë të shprehen se çfarë besojnë dhe ta ndajnë këtë gjë me dikë tjetër. Arsyeja është e thjeshtë. Ata nuk janë plotësisht të sigurt për besimin e tyre. Shpesh njerëzit thonë, unë kam strukturën time të besimit, por nuk jam shumë i sigurt se çfarë duhet besoj. Sot duhet flas për sistemin e besimit dhe dëshiroj t'ju jap një listë me gjëra që duhet të jenë patjetër pjesë e sistemit tuaj të besimit. Pra, çfarë beson, cilat janë ato gjëra që qeverisin dhe drejtojnë stilin tënd të jetës dhe si vepron. Unë thjesht duhet t'ju jap modelin e asaj që besoj nga mësimit e Shkrimit, por edhe zotërim të hollësishëm të asaj çfarë thot Bibla për çështjet kryesore. Le të filloj me Biblën. Bibla është zbulesa e shpalosur e Perëndisë për veten e tij, me anë të fjalës së tij të folur. Ai ndërhyri në historinë e natyrë dhe erdhi në këtë botë si Perëndia e njeri. Ne themi se Shkrimi është fjala e frymëzuar e Zotit. Bibla thot tek letra e dytë e Timoteut, kapitulli 3, vargu 16. I gjithë Shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe i dobishëm për mësim, bindje, drejtje dhe për edukim me drejtësi. I frymëzuar do thotë që Zoti i dha frymë. Perëndia zgjodhi individët. I zgjodhi sipas anës së tyre frymore. I zgjodhi sipas së kaluarës së tyre. Përmes tyre Zoti dha fjalët që kishte paracaktuar për atë periudhë historike. Kur Bibla thotë, këto fjalë janë të frymëzuara nga Zoti, do thotë se Zoti i foli atyre njerëzve dhe ata shkruan fjalët që u tha ai. Perëndia na ka dhënë këtë libër udhëzimi. Ai është autoriteti përfundimtar për besimin tonë. Ai është autoriteti përfundimtar për jetën tonë dhe se si duhet të jetojmë në këtë jetë. Si për sjelljen, ashtu edhe për besimin, ky libër është autoriteti përfundimtar. Bibla është regjistrimi i zbulesës së shfaqur të vetë Perëndisë. Fjala e parë që ju duhet të keni në sistemin tuaj të besimit është hyjni. Por çfarë do të thotë hyjni? Ekziston vetëm një Perëndi, por ky Perëndi e shpreh veten e tij në 3 mënyra: Ati Perëndi, Perëndia Bir dhe Perëndia Frymë e Shenjtë. Këta janë 3 personat e veçantë të Trinitetit, dhe kjo është arsyeja pse quhet Trinitet. Tek Zanafilla kapitulli i parë, vargu 26, Zoti tha: "Ta bëjmë njeriun sipas shëmbëltyrës tonë." Përse flet Zoti në shumës? Sigurisht që nuk janë ëngjëjt, por është Ati Perëndi, Biri Perëndi dhe Fryma e Shenjtë Perëndi. Në urdhërimin e madh, Bibla tek Mateu kapitulli 28, vargu 19 thotë: "Pagëzoni në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës së Shenjtë." Sigurisht që ata nuk do të kishin qenë atje nëse nuk do të ishin Perëndi. Tek Gjoni kapitulli 14, vargu 26, Jezusi thotë: "Por ngushëlluesi, Fryma e Shenjtë, që do ta dërgoj në emrin tim, do t'ju mësoj çdo gjë dhe do t'ju kujtoj të gjitha këto që ju thash." Jezusi përmend 3 personat e hyjnisë. Kur mendojmë për Atin Perëndi, Birin Perëndi dhe Perëndin Frymë e Shenjtë, na duhet të themi se 3 këta persona janë të njëjtë. Të gjitha cilësitë e tyre janë të njëjta. Të 3 ata janë hyjnor. Pra nuk është çështja e të pasurit 3 Perëndi, është një Perëndi i cili ekziston në 3 persona: Atin Perëndi, Birin Perëndi dhe Frymën e Shenjtë Perëndi. Të 3 këta kanë të njëjtat cilësi.
Fjala e dytë që duhet të keni në sistemin tuaj të besimit është Perëndia atë. Sistemi ynë e besimit nuk duhet të përfshijë vetëm atë çfarë është Bibla dhe Triniteti, por edhe Perëndinë atë. Tek Mateu kapitulli 6, kur dishepujt e pyetën Jezusin se si të luteshin, ai u përgjigj në vargun 9. Ju pra lutuni kështu: Aty ynë që je në qej, u shenjtëroft emri yt. Jezusi erdhi për të zbuluar atin. Po, kush është ati? Ai është Perëndia i Biblës, ati i Biblës. Ai është i përjetshëm, ai është i pandryshueshëm, ai është plotësisht i përsosur në drejtsinë e tij. Ai është plotësisht i shenjtë, ai është Zoti i mirësisë, i dashurisë, i mëshirës, i mirësisë, i hirit dhe i faljes. Ai është Zoti sovran i këtij universi, gjë që do të thotë se ai është në kontroll absolut të gjithçkaje. Perëndia atë është në kontroll të gjithçkaje që ndodh në këtë univers. Bibla tek letra e Romakëve kapitulli 8 vargu 28 thotë: "Dhe ne e dimë se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin, për ata që janë thirrur sipas qëllimit të tij." Kush është ai që vëzhgon që gjithçka të bashkëveprojë për mirë? Ai është Ati Perëndi, Ati ynë qiellor na shikon. Le të mendojmë pak për marrëdhënien e Zotit me Birin. Jezus Krishti është Biri i Perëndisë së gjallë. Gjithsecili prej nesh që i ka besuar Krishtit si shpëtimtarit personal, është bërë gjithashtu bir dhe bije e Zotit. Për këtë arsye ne mund ta tharrasim Perëndin atë. Jezus i tha se në këtë mënyrë duhet i drejtohemi Zotit tonë në lutje. Aty ynë që je në qiell. Personi tjetër i hyjnis është Perëndia Bir. Kush është Perëndia Bir? Ky është Biri i përjetshëm i Zotit, Jezus Krishtit, që u mbars me anë të frymës së shenjtë. Në kapitullin e parë të Lukës, thuhet se ai lindi nga një virgjër. Biri ka ekzistuar para se të vinte në këtë botë si njeri. Gjoni kapitulli i parë, vargu i parë, thotë: "Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pranë Perëndisë, dhe fjala ishte Perëndi." Fjala ishte do të thotë që nga fillimi i kohërave, atëherë kur filloi koha, Jezusi ishte tashmë atje. Ai ekzistonte që në atë kohë dhe kishte një marrëdhënie shumë të ngushtë me Atin Perëndi. Kush erdhi në tokë kur lindi Jezusi? Ai ishte Biri i Perëndisë. Jezus Krishti erdhi në këtë botë i dërguar nga Ati. Tek Gjoni kapitulli 3 vargu 17 thuhet: "Sepse Perëndia nuk e dërgoi Birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij." Jezus Krishti erdhi në këtë botë për qëllimin e tij kryesor, që thuhet tek Luka kapitulli 19 vargu 10. Sepse Biri i njeriut erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur. Tek Gjoni kapitulli 10 vargu 10 Jezusi tha: "Por unë kam ardhur që të kenë jetë dhe ta kenë atë me bollëk." Pra, ai erdhi për një arsye shumë specifike. Ai erdhi të vdesë në kryq për mëkatin tim dhe tëndin. Në kryq ai përmbushi kërkesën e Perëndisë për drejtësi kundra mëkatit, dhe paga e mëkatit është vdekja. Për shlyerjen e mëkatit duhet të vdiste dikush që ishte pa mëkat, dhe kështu Jezus Krishti, që lindi nga një virgjër, Biri pa mëkat i Zotit, erdhi si qengji i Perëndisë për të dhënë jetën e tij në kryqin e Kalvarit në mënyrë që të paguante plotësisht borxhin ton. Jezus Krishti, Biri i Perëndisë, është shpëtimtari ynë, Zoti ynë dhe mbreti që mbretëron për jetë. Ai erdhi për të vdekur në kryq për mëkatin ton. Bibla thotë se pas vdekjes së tij në kryq, ai u varros në një varr të marrhua. 3 ditë më vonë, ai u ringjall, u pa prej dishepujve të tij dhe më vonë u ngjit tek Ati. Ai u ngjit tek Ati për të ulur në anën e djathtë të tij dhe për të ndërmjetësuar për ne. Kështu gjithsecili prej nesh është ngjitur tek Ati, sepse Bibla tek letra e parë e Timoteut, kapitulli 2 vargu 5 thotë: "Një i vetëm është ndërmjetësi midis Perëndisë dhe njerëzve, Krishti Jezus, njeri." Të gjithë ne kemi një person që është ulur në anën e djathtë të Atit dhe ndërmjetëson për ne. Bibla thotë se ai do të qëndrojë atje derisa të përmbush një nga premtimet e tij, siç thuhet tek Gjoni kapitulli 14 vargu 3. "Dhe kur të shkoj e t'ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju." Pra të gjithë ne kemi Atin Perëndi dhe Birin Perëndi. Personi i tretë i hyjnis është Perëndia Frymë e Shenjtë. Kush është Fryma e Shenjtë? Fryma e Shenjtë është një person i Trinitetit. Ai është po aq hyjnor dhe me të njëjta cilësi si Ati dhe Biri Perëndi. Bibla tek Zanafilla kapitulli 1 vargu 2 na tregon se Fryma e Shenjtë fluturonte mbi ujëra.
dhe fryma e Perëndisë fluturonte mbi sipërfaqen e ujrave. Shumë herë në Testamentin e Vjetër, fryma e Zotit vinte mbi persona të ndryshëm dhe i vajoste të kryenin punën për të cilën ishin thirrur të bënin. Fryma e Shenjtë është person, po aq sa që është person edhe Ati dhe Biri. Që nga dita e Pentakostit, fryma e Shenjtë erdhi për të banuar tek çdo besimtar. Në Testamentin e Vjetër, ai vinte dhe ikte nga jeta e një personi, por duke filluar nga Pentakosti, erdhi për të vajosur dhe për të banuar brenda çdo besimtari. Ai erdhi për të lavdëruar Atin. Ky ishte fillimi i kishës. Edhe fryma e Shenjtë erdhi për këtë arsye specifike. Fryma e Shenjtë ka shumë shërbesa. Nëse do të shohim me kujdes në jetën tona dhe në çdo fushë tjetër, do të vëmë re se fryma e Shenjtë ndodhet brenda nesh për të plotësuar çdo nevojë tonë. Ai është personi që na ripërtërin. Ai është personi që sjell ripërtëritje ose shpëtim në jetën tonë. Bibla flet për frymën e Shenjtë si për një person që është i përfshirë në shpëtimin tonë. Për shembull, tek Gjoni kapitulli 16, vargu 8, Jezusi thotë: "Dhe kur të ketë ardhur, ai do ta bindë botën për mëkat, për drejtësi dhe për gjykim." Çfarë do të thotë kjo? Së pari ai do të vijë për ta bindur botën për mëkatshmërinë e saj. Së dyti, ai do të na bindë për drejtësinë e Krishtit, si i vetmi personi i aftë për të vdekur për mëkatet tona. Së treti, ai do të vijë që të na bindë për gjykimin e Zotit që do të vijë. Fryma e Shenjtë banon tek çdo besimtar. Çdo besimtari i është dhënë dhurata e çmuar e frymës së Shenjtë. Fryma e Shenjtë vajos dhe fuqizon çdo besimtar për të bërë gjithçka që e thërret Perëndia të bëjë. Kjo është puna dhe shërbesa e frymës. Fjala tjetër në sistemin tuaj të besimit duhet të jetë krijim. Bibla tek Zanafilla kapitulli 1, vargu 1 thotë: "Në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën." Dua që ta mbani mend këtë gjë. Perëndia krijoi gjithçka drejt për drejt. Ai krijoi menjëherë me anë të fuqisë së tij. Bibla tek Zanafilla kapitulli 1, vargu 26 thotë: "Ta bëjmë njeriun sipas shëmbëltyrës tonë." Zoti e krijoi njeriun sipas shëmbëltyrës së tij. Ai krijoi qiellin dhe tokën. Në 2 kapitujt e parë të Zanafillës, lexojmë se si Zoti krijoi gjithçka. Asnjë shkencëtar nuk ka qenë në gjendje të vlerësojë në një varg të këtyre 2 kapitujve. Një nga vargjet kyç është Zanafilla kapitulli 1, vargu 21. Kështu Perëndia krijoi kafshët e mëdha ujore dhe të gjitha gjallësat që lëvizin dhe që mbushin ujërat, secili sipas llojit të vet, e çdo shpend fluturues sipas llojit të vet. Dhe çdo gjë shumoi ose riprodhoi sipas llojit të vet. Kjo frazë e rëndësishme do thotë se krijimi i Zotit ishte i drejt për drejt dhe personal. Kjo do të thotë që njeriu nuk u zhvillua nga një qelizori ameba. As bota, yjet, universi, galaktikat dhe gjithçka tjetër nuk erdhi nga ameba. Perëndia i krijoi ato. Ato nuk janë rezultati i ndonjë shpërthimi të marrë. Do të ishte një lloj sikur të thoje shpërtheu një shtyp shkronjë dhe të gjitha gërmat u bashkuan për të nxjerrë si rezultat një fjalor të madh. Perëndia e krijoi këtë univers dhe gjithçka në të. Ai ka kontroll të plotë mbi gjithçka. Shkrimi tek letra e Kolosianëve, kapitulli 1, vargjet 16 dhe 17, thotë se Jezus Krishti është krijuesi. Të gjitha gjërat janë në lidhje me të dhe qëndrojnë në të. Sepse në të, Jezusin, u krijuan të gjitha gjërat, ato që janë në qiell dhe ato mbi dhe, gjërat që duken dhe ato që nuk duken, frone, zotrime, principata dhe pushtete. Të gjitha gjërat janë krijuar me anë të tij dhe në lidhje me të. Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat qëndrojnë në të. Fjala tjetër që duhet të shkruani është njeri. Ç'lidhje ka kjo fjalë? Bibla thotë se njeriu u krijua në shëmbëltyrën e Zotit. Zanafilla kapitulli 1, vargu 27 thotë: "Kështu Perëndia krijoi njeriun sipas shëmbëltyrës së vet, sipas shëmbëltyrës së Perëndisë. Ai krijoi mashkullin e femrën." Njeriu u krijua në shëmbëltyrën e Perëndisë. Zoti krijoi njeriu në mënyrë që ta donte atë, të kishte miqësi me të dhe që Zoti të lavdërohej tek njeriu dhe njeriu t'i shërbente. Por çfarë ndodhi? Bibla tek Zanafilla kapitulli 3 thotë se njeriu ra në mëkat në kopshtin e Edenit. I tunduar nga Satani, njeriu nuk ju bind Zotit. Kur njeriu ra në mëkat, ndodhi diçka me marrëdhënien e tij. Natyrës së tij i ndodhi diçka. Njeriu humbi natyrën e tij të përsosur dhe të pamëkat që kishte në fillim në kopshtin e Edenit. Kur mëkati hyri në jetën e tij, e gjithë natyra e tij u korruptua dhe natyra e korruptuar e ndau njeriu nga Perëndia.
Kështu që çdo person që lind në këtë botë, lind me një natyrë mëkatare. Të gjithë ne erdhëm në këtë botë si qenie mëkatare. Njeriu është një krijesë e rënë. Edhe pse u krijuam në shëmbëltyrën e Zotit, ne jemi krijesa të rëna. Prandaj, si rezultati i asaj që ndodhi në kopshtin e Edenit, çdo person lindi me një natyrë mëkatare, i ndarë nga Zoti, sepse Zoti ishte plotësisht i shenjtë dhe nuk mund të kishte marrëdhënie me diçka tërësisht të mëkatshme. Por çfarë bëri Zoti? Perëndia u përgjigj, jo për të kundërvepruar, por duke e ditur atë që do të ndodhte që më parë, ai siguroi diçka për natyrën e mëkatshme të njeriu. Njeriu në gjendjen e tij të mëkatshme është plotësisht i paaftë. Ai nuk ka cilësi të mjaftueshme. Ai nuk mund të bëjë vepra apo të jetë i mirë sa duhet për të shpëtuar vetveten. Një ide e gabuar dhe një nga gënjeshtat e Satanit është kjo. Nëse ti bën punë të mira për t'ia kaluar në numër të këqijave që ke bërë në jetën tënde, atëherë është e sigurt që do të shkosh në qiell kur të vdesësh. Kjo lloj gënjeshtre është e maskuar mirë dhe për këtë arsye është mashtruese. Nuk e kam fajin punët e mia të këqija, por natyra ime mëkatare. Njeriu në vetë natyrën e tij është një qenie mëkatare. Njeriu në vetë natyrën e tij pati prirje për t'u larguar nga Zoti. Çfarë lloj pune e mirë mund të ndryshojë natyrën e njeriu? Asnjë. Një person mund të thotë, kur shikoj jetën time, vëre se kam bërë më shumë gjëra të mira se sa të këqija. Osvaldo do të thuash që ai do të më lërë të shkoj në ferr edhe pse kam bërë më të mirën që mundesha? Por çështja nuk qëndron tek mirësia jote. Më dëgjoni me kujdes. Kjo është shumë e rëndësishme. Faji nuk e kanë veprat e tua të mira, por natyra jote mëkatare. Ti je një qenie mëkatare. Nëse Zoti nuk të jep një shpirt të ri, një zemër të re, një natyrë të re, atëherë je përjetësisht i ndarë nga Zoti i plotfuqishëm. Njeriu nuk mund të bëjë asgjë për ta ndihmuar veten e tij në mënyrë që të jetë i pranueshëm në sytë e një Zoti të shenjtë. Nëse e zbret këtë Perëndi në nivelin njerëzor dhe i jep pamjen e një gjyshi babaxhan që nuk e vëre mëkatin, ndoshta ai mund të bjerë dakord me ty, por nuk mund të jetë Zoti i Biblës. Perëndia i Biblës është një At i dashur, i mrekullueshëm qiellor, por në të njëjtën kohë ai është edhe një Zot i drejtë. Po, ai është një Zot dashurie dhe në të njëjtën kohë një Zot i shenjtë që nuk mund ta injorojë mëkatin. Kjo është arsyeja pse dërgoi Zotin Jezus që të shpengonte njerëzimin nga gjendja e tij e mëkatshme. Fjala tjetër që duhet të jetë në sistemin tuaj të besimit është shpëtimi. Shpëtimi është dhurata e hirit të Zotit me anë të së cilës ai siguron falje për mëkatet tona. Ky është shpëtimi. Bibla tek Luka kapitulli 19, vargu 10, thotë se Jezus i tha, sepse Biri i Njeriut erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur. Dhe tek Gjoni kapitulli 10, vargu 10, por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk. Tek Mateu kapitulli 20, vargu 28, Jezus i tha, sepse edhe Biri i Njeriut nuk erdhi që t'i shërbejë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetëve. Por si erdhi Biri i Njeriut? Ai erdhi si qengji i Perëndisë. Gjoni kur ishte anës lumit tha tek Gjoni kapitulli 1, vargu 29. Ja qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës. Ky është Biri i përjetshëm i Zotit. Shpëtimi ynë nuk është i lidhur me asgjë tjetër vetëse me personin e Jezus Krishtit. Shpëtimi është një dhuratë e hirit, mirësisë dhe dashurisë dhe mëshirës së Zotit që u kujdes për faljen e mëkateve tona. Si e bëri ai këtë? Tek Gjoni kapitulli 1, vargu 29, Gjon Pagzori thotë: Ja qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës. Të gjitha sakrificat në Testamentin e Vjetër që nga fillimi kuptonin ose paraqisin atë që do të vinte. Po kush do të vinte? Personi i Jezus Krishtit që do të vdiste në kryqin e Kalvarit. Kur ai vdiq në kryqin e Kalvarit, Ati Perëndi vendosi mbi të gjitha mëkatet e njerëzimit. Prandaj fjala kyçe në kuptimin e ardhjes së Jezusit në botë është zëvendësim. Ai erdhi dhe vdiq në kryq për të më zëvendësuar mua dhe ty. Keni parasysh, tek letra e Romakëve kapitulli 6, vargu 23, Bibla thotë: paga e mëkatit është vdekja. Tek Ezekieli kapitulli 18, vargu 20 thuhet: personi që mëkaton do të vdes. Nëse nuk do të kishte vdekur dikush në vendin ton, atëherë ne do të vdisnim në mëkatet tona dhe do të qëndronim para një Zoti të shenjtë, të dënuar përgjithmonë. Por Biri pa mëkat i Perëndisë, i vetmi personi pa mëkat që ka jetuar,
shkoi në kryq për të paguar borxhin e plotë të mëkateve tona. Ai pra bëri të mundur që çdo person të mund të shpëtohej. Tek Gjoni kapitulli 12, vargu 32 thuhet: "Dhe unë, kur të jem ngritur lart nga toka, do t'i tërheq të gjithë tek unë." Tek letra e Romakëve kapitulli 10, vargu 13 thuhet: "Kushdo që do ta thërrasë emrin e Zotit, do të shpëtohet." Dhe tek Romakët kapitulli 10, vargu 9, sepse po të rrëfesh me gojën tënde Zotin Jezus dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. A e mbani mend se çfarë tha Pali tek Veprat e Apostujve, kapitulli 16, vargu 31? Beso në Zotin Jezus Krisht dhe do të shpëtohesh. Kudo që të shkosh në Bibël, shpëtimi është rezultati i një marrëdhënie personale me Jezus Krishtin. Shpëtimi nuk vjen nga veprat e tua të mira. Një person që shpëtohet bën vepra të mira. Shpëtimi nuk do të thotë domosdoshmërisht të besosh diçka. Shpëtim do të thotë të pranosh me anë të besimit Jezus Krishtin. Ti duhet të besosh në Atin Perëndi, në Birin Perëndi dhe në frymën e shenjtë Perëndi. Ti duhet besosh në Jezus Krishtin si shpëtimtarin tënd. Kjo do të sjellë faljen tonë. Nuk ka falje duke qenë ndar nga ai. Nuk ka pranim para Zotit të plotfuqishëm nëse e refuzon Jezus Krishtin. Për shkak se Ati Perëndi e dërgoi Jezusin, ne e dim se ai është e vetmja rrugë që njeriu mund të shpëtohet. Jezus Krishti erdhi në këtë botë për të vdekur për mëkatet tona. Shpëtimi është një dhuratë e Zotit të plotfuqishëm që u ofrohet të gjithë njerëzve që vendosin besimin e tyre tek ai. Tek Gjoni kapitulli 3, vargu 3 thuhet: "Në të vërtetë po të them që nëse një nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë." Jezusi tek Gjoni kapitulli 14, vargu 6 thotë: "Unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje." Miku im, nuk ka rëndësi se çfarë beson, sa shumë përpiqesh të besosh apo sa i mirë përpiqesh të jesh. Nëse refuzon Jezus Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tënd, atëherë për ty nuk ka asnjë shpresë për shpëtim. Nuk ekziston asnjë varg në Bibël që thotë se ti mund të shpëtohesh edhe pa pasur një marrëdhënie personale me Jezus Krishtin. Çfarë na jep ai? Ai na jep siguri të përjetshme. Siguria e përjetshme është puna e Zotit me anë të së cilës ai garanton se nëse dhurata e shpëtimit pranohet, ajo nuk mund të humbas. Ja se çfarë është shpëtimi. Ai nuk është diçka të cilin mund ta mbaj me anë të sjelljes time. Nuk është diçka që unë besoj, nuk është diçka që përpiqem të ndjek. Shpëtimi është një marrëdhënie personale me Birin e Perëndisë, si rezultat i besimit tonë të thjeshtë në të. Vetmja mënyrë se si mund të fillojmë të shpresojmë për falje është nëpërmjet hirit të jashtëzakonshëm të Zotit. Dr. Stanley shpjegoi se Zoti siguroi shpëtimin për njerëzimin nëpërmjet vdekjes së Jezus Krishtit. Ti mund të bëhesh pjesë e atij shpëtimi duke vendosur besimin tënd te Krishti për faljen e mëkateve tua. Besimtarët duhet të jenë të guximshëm për të ndarë besimin e tyre. Tek Mateu 5:13-16 Jezusi thotë: "Ju jeni kripa e tokës. Por nëse kripa bëhet e amësht, me se mund ta rifitoj shijen? Nuk vlen për asgjë veç se për t'u hedhur edhe ta shkelin njerëzit. Ju jeni drita e botës. Një qytet i ngritur në majë të malit nuk mund të fshihet. Po ashtu nuk ndizet një qiri për ta vënë nën babun, por për ta vënë mbi shandan, edhe t'u bëj dritë të gjithë atyre që janë në shtëpi. Ashtu le të shndrit drita juaj para njerëzve, që të shohin veprat tuaja të mira edhe ta lëvdojnë Atin tuaj që është në qiej." Këtu të dashur miq kanë përfunduar dhe për ditën e sotme minutat e programit tonë. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valetëungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.